Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në podcastin Zgjedhjet përballë faktit. Sot së bashku me mua në këtë studio të Faktojës është Ministri i Pushtetit Vendor, Zoti Ervin Demo. Zoti Demo, mirë se keni ardhur. Faleminderit për ftesën edhe me shumë kënaqësi erdha pranë zyrave tuaja dhe uroj shumë sukses edhe këtu në ambientet e reja. Shumë faleminderit. Si Ministri i Pushtetit Vendor, ne do ju drejtojmë disa pyetje që kanë lidhje me transparencën e bashkive, po nga ana tjetër edhe me rëndësinë e mbajtjes së premtimeve që kryetarët e bashkive zakonisht japin gjatë fushatave të ndryshme elektorale. Sa e rëndësishme është zbatimi i ligjit të transparencës si një nga fushat ku Faktoja ka punuar për disa vite me radhë dhe ku një pjesë e madhe e bashkive ka rritje të indikatorëve mbi transparencën. E kundërta ndodh me mbajtjen e premtimeve. Mbajtja e premtimeve nga pjesa më e madhe e kryetarëve të bashkisë kthehet në një mision të pamundur. Kjo disbalancë shihet në fakt gjatë 5 viteve të fundit që ne kemi monitoruar një pjesë të bashkive. Si e shikoni dhe pse mendoni që ka këtë lloj disbalance? Tani kur flasim për ligjin e transparencës është normale që pikë pari vetvetiu ligji krijon detyrime që gjitha institucionet publike duhet t'i plotësojnë. Kjo është e padiskutueshme. Po është krejt normale kur ne flasim për institucione të cilat dita ditës ndërtojnë një traditë, sepse transparenca është dhe pjesë e traditës institucionale. Dhe besoj që sot institucionet, siç ju e përmendët me drejt, patjetër janë duke u përmirësuar për sa i përket rregullisë të transparencës. Por kjo absolutisht le themi nuk do na bëjë ne që të kënaqemi me atë çfarë është situata, por patjetër gjitha institucionet dhe kur flasim për ato institucionet vendore, të autoritetet lokale, duhet patjetër punojnë edhe më shumë për të jo thjesht për të plotësuar detyrimet ligjore, por mbi të gjitha për të krijuar një po i quajmë sistem lokal që të rrisi besueshmërinë e qytetarëve. Se kur flasim për transparencën, sidomos për nivelin vendor, ajo çfarë ne të gjithë duam është që qytetarit të ketë besim te institucionet lokale. Dhe transparenca është një ndër elementet të cilët ka shumë rëndësi te besueshmëria që qytetarët kanë kundrejt institucioneve. Dhe bashkitë të cilat gëzojnë më shumë besim nga qytetarët, patjetër e kanë dhe më të lehtë për të plotësuar dhe për mbushur misionin e tyre. Dhe në këtë kontekst unë besoj që transparenca është një sfidë që çdo institucion duhet ta plotësojë për të krijuar shtratin e duhur të bashkëveprimit me qytetarët. Dhe unë besoj që këtu patjetër ka dhe shumë aktorë tjerë të cilët luajnë një rol për transparencën, siç jeni ju në këtë rast, me një metodologji të re që ju keni futur për sa i përket qoftë llogaridhënies deri diku, dhe unë besoj që dita ditës të gjithë aktorët janë duke u rritur dhe patjetër kjo është dhe ajo çfarë ne duam për sa i përket Shqipërisë, dhe aq më shumë kur ne flasim për procesin integruese që vetvetiu kërkojnë dhe plotësimin e standardeve që janë krejt ndryshe nga ato çfarë ne mbasi jemi mësuar deri pak vite më parë. Në fakt, ju e cituar shumë mirë, kur ne jemi futur në bashkit për t'i monitoruar, një nga arsyet pse zgjodhem këtë lloj metodologji është edhe për nxitur pak llogaridhënien. Por një nga elementët që vazhdon të jetë problem mbeten premtimet. Një pjesë e madhe e premtimeve mbeten të paralizuara, pse një pjesë e madhe e kryetarëve të bashkisë nuk arrin të mbajnë dot premtimet dhe ka dhe premtime të cilat janë goxha të nevojshme dhe utilitare, siç është për shembull uji 24 orë. Kuptohet që vetvetiu kjo pyetje, pavarësisht se duket shumë e thjeshtë, në vetvete është shumë komplekse. Është komplekse për shumë arsye. E para për arsyet që atë çfarë përfaqëson politika në tërësi, dhe kuptohet që jo vetëm politikanët në Shqipëri, por ne kemi le themi probleme me atë çfarë politikanët premtojnë gjatë fushatave, atë çfarë ndodh më pas ke pothuajse në çdo vend demokratik. Kemi kompleksitetin që sjell atë çfarë përfaqëson pushtetin vendor dhe aq më tepër për atë çfarë mund një bashki të mbaj përgjegjësi dhe mbi gjithë të ofrojë ndryshim territor dhe ku ai ndryshim fillon edhe bëhet më i komplikuar për shkak se mund të ketë le themi bivendosje të autoritetit të qeverisë qendrore apo të institucioneve të tjera të cilat nuk janë detyrimisht të lidhura qoftë me prioritetet apo me dëshirat që ka pushteti vendor. Unë kam qenë kryetar bashkie në Berat për më shumë se pothuajse 6 vjet dhe kam qenë në garë 2 herë, kështu e kam kaluar sfidën elektorale në territor 2 herë. Çdo individ i cili dëshiron që të drejtojë një qytet, patjetër që në një lloj mënyre duhet të ndërojë edhe përtej atyre çfarë janë mundësitë që ka bashkia, sepse
ti nuk mund të kërkosh të drejtosh një institucion thjesht nga një pikpamje burokrati lokal i cili bëhet peng e atyre problematikave o rutinave që mund të kenë institucionet. Por ti do me çdo mënyrë dhe çdo kusht që ta mendosh bashkinë për cilën ti garon, që të ngrihet në nivele të tjera dhe kjo kuptohet që vetvetiu kërkon që ti të flasësh edhe për çështje ose sfida që qyteti ka, të cilat nuk lidhen detyrimisht me bashkinë. Për shembull ti përmende ujin, shumë interesant. Bashkitë praktikisht nuk është se kanë le themi përgjithësi direkte për sa i përket furnizimit me ujë, me mënyrën se si vetë pak a shumë ekosistemi institucional funksionon në Shqipëri për sa i përket ujësjellsave. Dhe kur flasim direkte, unë kam edhe në rastet kur bashkia do donte që të bënte investime në këtë sektor, kuptohet që për bashkitë është pothuajse pamundur. Në fakt qytetarët shkon për plaset tek bashkia. Po kjo është e bukura dhe sfida e pushtetit lokal, sepse pushteti vendor është absolutisht katalizatori i çdo lloj problematike që ndodh në territor. Edhe ato të cilat nuk janë përgjegjësitë veta. Po për ujin, qartazi unë ta jap me bindje këtë, përjashtim të ndonjë bashkie siç mund të jetë Bashkia e Tiranës, që ka muskuj shumë të fortë financiar, por bashkitë e tjera dhe nëse do duan që edhe sikur të kishin mundësi që të investonin në sektorin e ujit, e kanë të pamundur për sa i përket kostove që duhen të përballojnë. Dhe kryetarët e bashkive bëjnë një gjë që patjetër punojnë me projekte, sepse kuptohet njohin situatën në territor, din ku është problematika, mund të hartojnë projekte dhe me këto projekte pastaj patjetër që i drejtohen qeverisë qendrore ose agjencisë përkatëse që merret me administrimin e ujësjellsave, dhe kuptohet që aplikojnë aty për projekte, por kjo nuk do të thotë që të gjitha projektet që vinë nga të gjitha bashkitë ka mundësi financiare që do të mbështeten të gjitha brenda një viti. Dhe këtu pastaj ndodh që disa bashki mund të marrin mbështetje, disa bashki nuk mund të marrin mbështetje. Dhe ato bashki që nuk marrin mbështetje, detyrimisht vetvetiu pastaj del që fjala të cilën kryetari e ka shprehur mbase gjatë fushatës nuk plotësohet, por kuptohet që mandati i kryetarit të bashkisë është 4 vjet. Kështu që unë besoj që duhet parë gjëja më në kompleksitet, edhe në sensin kohor të asaj çfarë kryetarët kanë në dispozicion. Dhe këtu nuk jam për të thjesht për të dhënë alibi për kryetarët. Unë e di që ju do doni të faktoje që unë të isha shumë agresiv tek ajo çfarë kryetarët duhet të plotësojnë dhe të bëjnë më mirë, por ne do donim që të kishte ujë. Pastaj se si zgjidhet është çështje tjetër. Unë besoj që uji, unë vi nga një bashki që të jemi sinqert, se këtu do flas pak edhe për punën time, po se bëj shaka, por në Berat ne arritëm që të kemi 24 orë ujë. Dhe në momentin që kemi bashki që ky premtim mund të përsëritet deri në 3 mandate, dhe janë bashki të rëndësishme të vendit, si zgjidhet? Se në fund fare është cilësi jetese dhe shërbim ndaj konsumatorit. Ne kemi një ndryshim drastik territor të përmirësimit të këtij shërbimi. Vazhdon të jetë një sfidë? Absolutisht po. Vazhdon të jetë një sfidë edhe në ato bashki të cilat mbulojnë popullsi, le themi në përqindje të madhe në territor, kuptimin dhe bashkitë të mëdha, sepse ne ke këtë fenomen të kësaj sfide ne hasim dhe bashkitë të mëdha dhe bashkitë e mesme dhe bashkitë të vogla. Por a ka bashki që kanë treguar që tashmë e kanë zgjidhur këtë problem? Absolutisht ka. Ka si në veri, si në Shqipërinë e mesme, si në jug. A do donim ne që ky mos jetë më një problem? Absolutisht po. Dhe kjo është arsye që dhe qeveria qendrore edhe për vitin 2026 tashmë ka në programin e vet vazhdimin intensiv të investimeve për sa i përket sektorit të ujit, për t'i dhënë një zgjidhje kësaj problematike. Dhe unë këtu besoj që bashkëpunimi i pushtetit vendor me qeveri qendrore, por jo vetëm, por dhe me partnerët ndërkombëtar, të cilët kanë projekte të qëndrueshme që janë të përqendruara në sektorin e ujit, dhe unë besoj që tashmë ne jemi, le themi, në ato vitet e fundit ku unë besoj fort që në një pjesën pothuajse dërmuese të bashkive që mbase mbulojnë pjesën më të madhe të popullsisë, unë besoj që do të ketë një ndryshim radikal. Moria e investimeve që duhet janë në një zinxhir, dhe ti mund të kesh bërë investime në hallkën e parë, në hallkën e dytë, por nëse ti nuk e përfunduar investimet në hallkën e tretë, ti nuk është se e sheh akoma rezultatin në furnizimin me ujë të pishëm. Dhe ne mund të kemi raste ku është investuar në zona të caktuara, por cikli i investimeve nuk është përfunduar akoma dhe detyrimisht ti akoma nuk e shef shërbim, por është shumë afër. Është më afër se çka qenë
Kemi një afat që ta quajmë premtim të dhënë për verifikim. Unë nuk do doja të flisja për afate, sepse nuk është në portofolin tim si ministri i shtetit për pushtetin vendor, por unë di një gjë që bashkitë janë dhe është krejt normale që janë tmerrsisht fokusuara në zgjidhjen e kësaj problematike dhe të gjitha bashkitë janë duke punuar me projekte, janë duke bashkëpunuar ngurësisht me Akumin, me agjencinë që mbulon këtë sektor, me Ministrinë e Transporteve, por dhe qeveria në tërësi është e fokusuar që ne të jemi në pak vite ky problematik nuk duhet të ekzistojë më, sidomos në zonat urbane. Si ministër i pushtetit vendor, reforma territoriale çfarë do të thotë në planin politik, po nga ana tjetër edhe në planin administrativ? Dhe ka një lloj frike ose një lloj hezitimi nga bashkitë e vogla ose dhe nga disa bashki se mund të kufizohet deri diku ose mund të preket deri diku pushteti i tyre apo le të themi mënyra e veprimit të tyre. Kur flasim për një reformë territoriale, administrative, është lehtësisht e kuptueshme që patjetër është një reformë edhe politike, por thellësisht administrative. Dhe unë në fakt do doja shumë që për atë çfarë ne jemi tashmë duke trajtuar dhe ka filluar procesi i reformës territoriale, unë do doja që të gjithë tregoheshin të ftohtë në fillim dhe ta shikonin këtë si një reformë administrative, në kontekstin që çfarë mund të bëjmë ne më mirë për të krijuar kushtet e duhura që ne të kemi bashki në vend, të cilat nesër e kanë shansin shumë më të mirë për të ofruar shërbime më cilësore për qytetarin, sepse në fund ditës ajo çfarë ne kërkojmë nga bashkitë është pikërisht kjo. Nuk është thjesht qëllim në vetvete që ne thjesht kemi bashki më të mëdha, më të vogla, me më pak apo me shumë kompetence. Por qëllimi fundor është që ato të arrijnë të përgjigjen sfidave të territorit. Pra, si mendoj se do ndodhe? Unë besoj që reforma duhet të jetë thellësisht e bazuar mbi të dhëna. Dhe unë nuk do doja që patjetër edhe në komisionin e posaçëm parlamentar për reformën territoriale, unë do doja shumë që të gjithë anëtarët e këtij komisioni, pavarësisht krave politik, sepse aty janë gjithë spektri politik është i përfaqësuar, unë do doja që ta shikonin shumë ftohtë, por duke u bazuar nga ato që janë studime, të cilat i referohen asaj çfarë ka ndodhur me reformën e fundit, dhe reforma e fundit tashmë e ka plotësuar dekadën, ne kemi 10 vjet që në territor ne kemi le themi një organizim duke u bazuar në reformën e 2014 që u miratuan në 2014 dhe u implementuan në 2015. Ne duhet të kuptojmë çfarë ka ndodhur nga kjo reformë. A janë bashkitë më mirë, a janë kompetencat që bashkitë kanë marrë, janë arritur të absorbohen dhe të përkthehen në shërbime më të mira për qytetarin. Që të jemi sinqert, ka mjaftuar shumë studime dhe sot që ne flasim, që janë bërë nga partnerë të autoriteteve lokale, të cilat janë të përfshira në këtë sektor ose në këtë, po e quajmë, në këtë organizim prej shumë vitesh, prej dekadash, të cilat kanë qenë të përfshira edhe në reformën e fundit territoriale. Qartazi ne kemi nevojë që të ndrymë për ta bërë pushtetin vendor më të gatshëm për të plotësuar dy sfida. Tani sfida e parë është atë çfarë sjell territori vet, që do të thotë ne patjetër kemi ndryshime në territor, qoftë demografike. Patjetër që kërkesat që vijnë nga qytetarët ndryshojnë, nuk janë të njëjtat atyre 10 viteve më parë, sepse është normale që vetvetiu komunitetet kërkojnë më shumë në sektor të caktuar, kërkojnë vëmendje në sektor që deri dje mbase nuk e ka pas askush vëmendje. Por në jetën kohë mos harrojmë gjë tjetër. Në nivel makro, bashkive do i kërkohet, sidomos i rrethoj procesin e integrimit, ku agenda e Shqipërisë është shumë ambicioze, patjetër mund ta përdorë ambicioze dhe kjo tregon të qenit ambicioz, tregon dhe arsyeën pse ne po ecim kaq shpejt. Që deri në 2027 ne duhet përfundojmë le të themi mbylljen e kapitujve që tashmë janë hapur të gjithë. Por kjo vetvetiu do të sjellë unë e quaj deri diku një tsunami me përgjegjësi të reja për gjitha institucionet, por jo vetëm institucionet publike, por edhe për sektorin privat, edhe për shoqërinë civile, por patjetër edhe për qytetarin, sepse mund të përkthehen kosto disa prej kërkesave të reja që vinë si rrjedhoj këtij procesi. Dhe
këtu unë do të çojë bashkitë. Unë jam i bindur që ajo çfarë flasim edhe me bashkëpunëtorët tanë në Bruksel, një pjesë e konsiderueshme e asaj çfarë ne jemi duke përafruar nga pikpamja rregullative apo atë çfarë ne presim si lloje antarësimit të Bashkimit Evropian, mbi 50%, 60% e saj prek direkte ose indirekte autoritetet lokale. Po. Me përgjegjësi të reja, me standarde që ato duhet të plotësojnë. Dhe vetvetiu kjo nënkupton që bashkitë duhet të jenë gati që të arrijnë të përgjigjen kësaj sfide. Dhe këto nuk do jenë sfida të vogla. Kur ti thuaj bashkitë duhet të jenë gati, këtu e ke fjalën besoj edhe për pjesën e personelit. Pra, absolutisht. Sa gati realisht mund të jenë në një afat kaq të shkurtër pjesa e burimeve njerëzore, pra të njerëzve të cilët janë se thua elementi më i rëndësishëm në jetën e një bashkie, sepse si veprojnë ata, apo si zgjidhin ata, apo çfarë qasje kanë këta njerëz pasyrohet edhe në jetën e qytetit. Sigurisht kryetari ka një rol të rëndësishëm, po edhe njerëzit që arrin të jenë në të njëjtin vrap apo të kenë të njëjtin cilësi vrapi, ndikon në performancën e plotë të bashkisë. Jam absolutisht dakord me ty. Dhe ajo çfarë ne konstatojmë gjatë këtyre 10 viteve të reformës së fundit, shpikërisht kjo që aftësia dhe kapacitetet e burimeve njerëzore që kanë bashkitë, 61 bashkitë nuk është e një traç. Një bashki më e madhe, patjetër që ka një pool më të madh njerëzish nga të cilët mund edhe të gjej profesionistët që mund të përfshi në pushtetin vendor. Por një bashki të vogël ku është relativisht e vështirë, sidomos në profesione të caktuara, ti të gjesh burime lokale për të plotësuar sfidat e bashkisë është shumë sfiduese. Se ka bashki për shumë si Përmeti që e kanë shumë të vështirë gjejnë njerëz. Ka dhe bashki të vogla fare për shembull të cilët njerëzit kanë ikur dhe ti e ke gati bosh. Sfida e burimeve njerëzore. Tashmë sfidë edhe në qytete të mëdha në Shqipëri, por duke përfshirë Tiranën. Patjetër, po. Dhe sepse ndjejmë të gjithë. Dhe kuptohet që momenti që ne flasim për mangësira apo për kapacitete relativisht dobta të burimeve njerëzore, detyrimisht ajo përkthehet në nivelin e shërbimit apo performancës institucionale. Dhe reforma absolutisht duhet marrë në konsiderat edhe faktorin e burimeve njerëzore në nivel lokal. Por patjetër dhe aftësia për të gjeneruar burime financiare lokale shumë e rëndësishme. Dhe kuptohet që detyrimisht vetvetiu këtu një bashki e madhe dhe një bashki e vogël janë një garë që që në start nuk qëndron. Po nuk qëndron, sepse territori, dhe ne duhet ta pranojmë, territori nuk është i zhvilluar një lloj në gjithë Shqipërinë, shpërndarja, infrastruktura. Këto janë elementë të cilët absolutisht reforma duhet i ketë në konsiderat. 26-ta është një vit shumë kompleks për bashkitë, sepse ne kemi sfidat që vinë si lloj procesi integrimit, kemi reformën territoriale që është duke ndodhur, dhe sfidat që ka vetë territori po mi vendosen të gjitha. Dhe në 27-ën ti je një vit zgjedhor, sepse 27 do kemi zgjedhje. Dhe logjika çon që nëpërmjet reformës territoriale do kemi zgjedhje me bashki që do jenë pak më ndryshe nga ç'janë sot. Në nivel kompetencash apo numësh pak rëndësi ka, po do jenë ndryshe nga ç'janë sot. Por ne duhet të sigurohemi që realisht kemi një platformë të shëndetshme për bashkitë në vend, qoftë nga pikpamja e funksioneve dhe kompetencave që ato kanë, dhe unë këtu do doja ta nënvizoja faktin sepse shpeshherë kur flasim për reformën territoriale, jo pak njerëz thjesht mendojnë që do ndryshojnë kufit. Për mua kufit nuk kanë shumë rëndësi në vetvete. Këtu doja të ndaloja pak, edhe për ta kuptuar un pak më thjesht. Vetëm plotësoj fjalim, kufit për mua janë mbase më pak ose të paktën po aq të rëndësishëm se janë funksionet e bashkisë. Shumë e drejtë. Ne duhet garantojmë që bashkitë të kenë funksionet e duhura, të cilat një pjesë që kanë marrë nga reforma e fundit, ato qartësisht i kanë absorbuar dhe ofrojnë absolutisht një shërbim më të mirë se ka qenë para 10 vjetësh, por ka dhe funksione të cilat bashkitë nuk kanë arritur dot t'i absorbojnë dot. Tani kjo vjen si lloj mungesës kapacitete financiare apo mungesës burime njerëzore, kjo është për të diskutuar. Por ajo çfarë është e rëndësishme është që unë mendoj që ka akoma hapësirë që për shërbimet caktuara që qytetari kërkon, që sot bashkitë nuk janë të përfshira, unë besoj që ka hapësirë që bashkitë mund të luajnë një rol më të madh. Dhe unë besoj që reforma duhet ta adresojë këtë. Kur ju thoni kompetenca dhe numër, do të thotë që në 2027 ne nuk do kemi 61 bashki, por do kemi më pak,
Dhe këto bashkit do kenë disa kritere të caktuara për sa i përket numrit, shërbimeve, kompozimit, të detyrave që do kenë? Kur ne flasim për reformë territoriale, patjetër do ndryshojë një apo të gjitha ato që ne sapo përmendëm, dhe kjo është e padiskutueshme. Por unë nuk e lidh detyrimisht me numrin per se, sepse ka formula të ndryshme të organizimit në territor, të cilat nuk e kemi shpikur ne dhe nuk ka nevojë të i shpikim ne, sepse ka modele qoftë nga vendet që janë ngjashme me ne, por dhe vendet Bashkimit Evropian e tjerë. Ti mund të kesh bashkime 2 nivele, mund të kesh një pjesë kompetencave, mund t'i përqendrosh në një bashki që mund të ketë mbase më shumë kapacitete apo në nivel të dytë vendor. Formula ka pafund. Ajo çfarë është e rëndësishme, dhe unë këtu nuk do doja kurse si që të jepja një le themi një qëndrim për këtë, sepse ne jemi në fazën në fillim të procesit. Dhe unë besoj që procesi është shumë i rëndësishëm. Dhe procesi vetvetiu është i rëndësishëm sepse duhet që të përfshi të gjithë aktorët në territor. Nuk duhet gabojmë që reforma territoriale do të thotë vetëm ndryshim të artës administrative, të numrit apo të kufive të bashkive, do të ishte shumë sipërfaqësore kjo. Unë besoj që është momenti që ne duhet shikojmë dhe analizojmë siç duhet pjesën e funksioneve të bashkive, dhe pak rëndësi ka. Në një moment ne mund të mendojmë që këtu duhet thelluar decentralizimi, në një moment tjetër mund mendohet që okay, kjo nuk mund të absorbohet në nivel lokal, mbase duhet të jetë më e qartë kompetenca që duhet të kenë institucionet qendrore. Por kjo duhet bërë si ushtrim. Pavarësisht nëse kjo mund të ketë kosto qoftë politike, po edhe kosto administrative, dhe sigurisht mund të trazoj urat le të themi. Po bëjmë një reformë siç duhet, unë besoj që nuk ka kosto politike, por është e kundërta, por ky është sepse momentin që shërbimet shkojnë në territor, patjetër do doj kohë për tu përkthyer, se flasim mbas 27-s, por unë besoj që ne duhet bëjmë gjën e duhur. Dhe ky është një moment, është një kryqëzim shumë i rëndësishëm për atë çfarë ndodh në Shqipëri në tërësi, proceset integruese të tjera me radhë, por absolutisht edhe për bashkitë për atë çfarë po vjen si sfidë që koha do të sjellë shumë shpejt. Momenti që Shqipëria bëhet antare e Bashkimit Evropian, patjetër që një hapësirë krejt e re, edhe mundësi krejt e reja, do të lindin për sa i përket mbështetjes financiare që merr Shqipëria për projekte të tjera me radhë. Dhe kuptohet që një ndër kolonat kryesore të kësaj mbështetje që vjen nga Bashkimi Evropian, në momentin që ti je vend antar, janë fondet e kohezionit, të cilët kanë fokusin e tyre një zhvillim të gjithë rajoneve në territor. Tani këtu bashkitë kanë një rol shumë të rëndësishëm, si janë përfituese. Dhe nëse ne kemi institucione të cilat nuk e kanë aftësinë që të arrijnë që të përfitojnë maksimalisht nga këto mundësi të reja që vijnë, ti thjesht i humb ato fonde. Dhe ky është një mësim që e kanë nxjerrë vendet e fundit që janë antarësuar në Bashkimin Evropian, e kanë pasur këtë problem, që në vitet e para nuk kanë arritur dot që të maksimizojnë benefitet që vijnë nga të qenit vend antar. Dhe ne duhet jemi të zgjuar në këtë proces. Ne duhet kemi institucione në territor, por dhe nivel qendror absolutisht po, që momenti që bie gongu dhe ti je vend antar, ne nuk thjesht duhet gëzohemi se tani jemi pjesë e Bashkimit Evropian, edhe mbase me ca drejta më shumë për qytetarët që në një treg për bashkët e tjerë me radhë, por ne duhet jemi gati që ne të bëjmë dhe të përfitojmë maksimumin e asaj çfarë sjell Bashkimi Evropian për sa i përket zhvillimit të territorit, zhvillimit të rajoneve dhe punonjës të kualifikuar. Po patjetër gjitha bashkë janë ato. Dhe unë besoj që këtu ne nuk duhet që ta humbasim fokusin. Dhe atë çfarë ne flasim për reformë duhet kemi këtë në mendje, sepse kjo duket pak larg, se flasim për 3, 4, 5 vjet, por në fakt ikin shumë shpejt. Dhe ti nuk do kesh një reformë të dytë në 2029. Të paktën ti në rastin po e quaj unë më të keq e ke prekur brenda 10 viteve, që unë besoj që ne nuk duhet ta prekim, ne duhet kemi një reformë që të durojë për një kohë shumë më të gjatë sfidave që normalisht koha dhe territori sjell. Pse bashkitë nuk arrin të thithin fondin social? Edhe pse është një nga, si thua, elementët e rëndësishëm në dhënien e shërbimeve për stresat më vulnerabël. Nuk ta them nuk arrin të absorbojnë. Fondi social në vetvete duhet kuptosh që është një lloj është fond konkurrues deri diku ku bashkitë aplikojnë me projekte dhe kuptohet që përgjithsisht ka më shumë projekte se çka mundësi për mbështetje. Fondi social vetëm për vitin 2026 është 17% më shumë se 25, dhe nëse krahasojmë 25-ën me para 5 vitesh është një ndryshim radikal.
Dhe këto janë gjitha projekte që janë përfituar nga bashkitë, ku ne kemi njësi të cilat i shërbejnë moshave treta, ku duke përfshirë dhe azilet, apo ke qendra të specializuara për fëmijët autik, domethënë ke një mori shërbimesh të cilat janë domosdoshme në territor. Ky fondi social ose dhënia e këtyre shërbimeve nga bashkia do jetë dhe pjesë e konfigurimit apo të reformës territoriale, sepse bashkia duam s'duam edhe për shkak të efekteve social që ju e përmendët pak më parë, tashmë do ketë rol edhe më të rëndësishëm dhe dhënia e shërbimeve për këto grupe vulnerabël është kyç edhe për shkak të migracionit, sepse nëse do e themi thjesht ti ke prindër të cilët janë vetëm, nuk ka askush për cilën kujdesesh, ke nëna të cilët mund të jenë me fëmijë që kanë problematika të caktuara, po janë vetëm në këtë shërbim dhe nevoja për shërbime, edhe shërbime psikologjike, po edhe shërbime për pjesën fiziologjike apo në forma të ndryshme është jetike. Jam totalisht dakord dhe dita ditës do bëhen sfida edhe më të mëdha dhe shumë të vështira për të përballuar thjesht nga bashkia. Unë e përmenda, Qeveria Qendrore qartazi beson te ky mision dhe është duke e rritur mbështetjen për fondin social, është një ndër instrumentat, por në një kohë reforma territoriale vetë hap disa hapësira të reja, por qoftë edhe nga pikpamja organizative, sepse duhet të kuptojmë që këto janë shërbime që kanë një kosto shumë të madh. Po. Dhe po marr një rast. Do të ishte e para e pamundur nga pikpamja e kapaciteteve që ne në Shqipëri të kishim 61 qendra për trajtimin e rasteve me autizëm. Nuk e ndërton dot, sepse edhe thjesht stafi që kërkohet, që duhet të ketë një nivel profesional shumë të lartë, ketë pamundur që ta ndërtosh nivel qelizor në gjithë territorin. Por ne absolutisht duhet kemi në nivel rajoni qendra të tilla. Dhe duhet pranojmë që mbase një bashki e vogël sot e ka absolutisht pamundur që e para të ketë burime njerëzore për të krijuar qendra të tjera, por edhe nga pikpamja financiare është shumë sfiduese. Që këtu bashkitë asin një sfidë sepse e kanë përgjegjësi direkte të tyre. Mbështetje që duhet kenë fëmijët që në sistemin parashkollor, të cilët kanë probleme, sepse aty fillon momenti i identifikimit të problemeve. Dhe ne duhet ta kuptojmë që edhe nga pikpamja e kulturës mbase prindërit shpesh nuk e pranojnë që në fillim problemin që fëmijët mund të kenë apo mund të shfaqin. Dhe prandaj them që sfidat që koha sjell janë ndryshe nga ato çfarë ne kemi pasur para 20 vitesh. Dhe ne rrotullohemi sa të duam, ne prapë në fund prapë te bashkia do shkojmë. Dhe prandaj është e rëndësishme që bashkia duhet të ketë absolutisht formën e organizimit të duhur për të qenë më e gatshme ose për të paktën për të pasur mundësinë që t'i përgjigjet atyre sfidave. Pastaj është patjetër roli i kryetarit të bashkisë, i stafit që duhet të jetë atje për të punuar çdo ditë, i fokusuar çdo ditë që t'i japë zgjidhje probleme. Por ne duhet garantojmë në letër që kjo mundësi ekziston. Sepse ti mund të kesh një kryetar që mund të dojë të bëjë çfarë do lloj gjë është i motivuar, do të japi zgjidhje, por në momentin që ti nuk ke instrumentat e duhur në nivel vendor, apo nuk ke fuqinë organizative apo atë çfarë mund të ofrojë territorin tërësi, ti e ke të pamundur ti ofrosh ato përgjigje për qytetarët. Dhe prandaj unë them që reforma është shumë e rëndësishme dhe ne duhet të jemi shumë të hapur dhe të kujdesshëm që mos ta perceptojmë atë si një reformë politike, në kuptimin që hajtë bëjmë një hartë tani si do dalin zgjedhjet këtu dhe atje. Një nga qëndrimet është dhe digitalizimi i shërbimeve lokale. Praktikisht lehtëson proceset, që sigurisht dhe këtu kërkon të keni punonjës të kualifikuar. Çfarë do të thotë realisht për bashkinë dhe pse është e rëndësishme? Kur ne flasim për digitalizim të shërbimeve, nuk duhet ta thjesht kuptojmë që digitalizojmë ato gjëra që cilat sot ofrohen në nivel vendor. E kemi filluar tashmë një analizë të detajuar të gjitha shërbimeve vendore dhe ne duhet ndryshojmë dhe rrjedhën dhe proceset vendore se si ofrohen këto shërbime. Jemi duke ndërtuar një hartë, le të themi, të gjitha shërbimeve vendore. Ne duhet të kemi për qytetarin një portal unik, pa rëndësi ka. Ai është shërbim qendror apo shërbim vendor. Qytetari do të marrë shërbimet e veta dhe ta ketë aksesin e garantuar dhe ta ketë thjeshtësinë dhe koston mundësisht zero, po sa më të ulët të marrë të gjithë këtyre shërbimeve vendore. Dhe ky është një program shumë i rëndësishëm që lidhet përsëri me atë çfarë ne do donim që nesër të kishim në nivel vendor. Dhe kuptohet që kjo punë që ne po bëjmë do të mbështesi dhe atë çfarë do të vijë nga si produkt i reformës territoriale. Qoftë mbase në funksionet të reja apo në kapacitetet të reja që do kenë bashkitë nesër,
ne me këtë le të themi proces që kemi filluar, digitalizimi unë besoj do të jetë një faktor ndryshimi radikal për dhënien e disa shërbime që qytetari sot as probleme në territor. Për shembull, besoj ju e dini që edhe sot e kësaj dite vazhdon të kërkohen konfirmime nga bashkitë për dokumentacione të cilët janë gjëra shumë abstrakte që njerëzit nuk i dinë, qoftë për një biznes. Por në të njëjtën kohë ka dhe procese të brendshme të bashkisë që digitalizimi do t'i ndihmonte, që ti në fund shërbimin do e ofrosh, por të gjithë zinxhirin e procesit ti mund ta bësh shumë më të shpejtë nëpërmjet teknologjisë dhe pastaj patjetër ti beson tek profesionistët për të dhënë shërbimin fundor, por regjistrimin, ndjekjen e tjerë me radhë ti mund ta kesh të digitalizuar, qoftë për shërbimet sociale që ne po flisim pak më përpara. Ne tham furnizimi me ujë, menaxhimi i mbetjeve, planifikimi i zhvillimit urban. Nuk varet vetëm nga bashkia, po është e ndërlidhur tashmë edhe me pushtetin qendror. Edhe pse ti si qytetar prap në fakt në rast se ke një problem me grumbullimin e mbetjeve, me furnizimin me ujë apo me pjesën e hapësirave të përbashkëta, ti prap ankesën apo si thosh problematikën e shef te bashkia. Nuk e shikon tek pushteti qendror automatikisht. Me reformën territoriale si do konfigurohet? Të bëj vetëm një mos error se do doja të korrigjoja, po jo, do më korrigjoj se mund ta kem gabim, patjetër. Menaxhimi i mbetjeve është 100% detyrimi i bashkisë. Ajo çfarë ka ndryshuar dhe me ligjin e fundit është vetëm një hallk, që është hallka fundore, por që qytetarët nuk është se e ndjejnë direkte që ka të bëjë me vende pozitimet apo me landfill. Ku është normale që landfillet nuk mund të jenë thjesht nivel bashkiak, se ti ke bashki me 10.000 banor, kosto e menaxhimit i landfillit është aq e madhe sa që nuk e arsyeton dot shkalla. Dhe detyrimisht do kalosh në landfille që janë rajonale ose sipas qarqeve deri diku. Dhe menaxhimin e gjithë tyre landfilleve sipas nivel qarku ose nivel rajonesh do të menaxhohet në një strukturë qendrore dhe bën sens. Ndërkohë gjithë zinxhiri i parë që është pjesa më e rëndësishme, ne bën bashkia. Ndarje mbetjeve mburime etj. Absolutisht është detyrim. Edhe do jetë gjithmonë detyrim i bashkive sepse nuk mundet ta bësh ndryshe. Janë disa shërbime që kërkojnë shkallë. Ti nuk mund ndërtosh dot një strukturë të tërë, sepse shpeshherë ato që mund të jenë kosto fikse janë të njëjta, si për një shërbim që ti ofron për 10.000 qytetar dhe një shërbim që ofron për 50.000 qytetar. Kostot fikse janë të njëjtat. Kështu që detyrimisht ty të del që për një, le të themi, një shërbim me një numër më të madh popullsie të del kosto më e ulët në finale. Po kjo është e rëndësishme se këtu pastaj fillon dhe diskutimi i kapacitetit. Dhe unë besoj që janë disa shërbime që bashkit mund të ndërveprojnë me njëra tjetër. Ku nuk duhen perceptuar si shërbime brenda një kufiri, po dy bashki pa ndryshuar fare mund të bashkëpunojnë me njëra tjetër të krijojnë struktura të përbashkëta që plotësojnë nevojat vendore, por i plotësojnë në shkallë pak më të gjerë. Dhe bashkit duhet ta ndryshojnë mentalitetin për sa i përket, okay, ky është territori im, këtu as futet as del njerëz se këtu jemi ne. Ajo çfarë normalisht është duke menduar nëpërmjet reformës territoriale është absolutisht që ne të krijojmë kushte më të dhura për t'i dhënë përgjigje këtyre sfidave madhore, sepse unë besoj sot nëse ka sfidë madhore që të jemi sinqert me ty, ne mund flasim gjithë ditën në mëngjesin darkë. Unë mendoj një është menaxhimi i mbetjeve, që për mua është një nga sfida e parë, gangrenat më të mëdha të vendit. Më madhe që është përgjegjësi e bashkive dhe që bashkit patjetër duhet të kenë suportin e duhur regulativ, por patjetër dhe me instrumenta financiar ku duhet të ketë mbështetje. Por menaxhimi i mbetjeve ne duhet t'i japim fund sa historie. Nuk mundet ne të vazhdojmë, unë kam qenë një qytet turistik, kryetar bashkie dhe nuk mund të pretendosh ti që ne të krijojmë një industri turizmi dhe të kemi probleme në menaxhimin e mbetjeve në tërësi, ku ti ke bukurinë natyrore të jashtëzakonshme dhe ngjitur me bukurinë natyrore ti ke një shëmtit të cilën shpeshherë dhe unë i kuptoj bashkit këtu sepse është shumë komplekse si sfidë. Është një sfidë që lidhet edhe çik me krenarinë, që ne duhet kemi se ne jemi krenar për shtëpinë kur e mbajmë pastër, ne duhet jemi të sinqertë që menaxhimi i mbetjeve si koncept, edhe nga pikpamja administrative në realitetin shqiptar, është perceptuar si detyrim në zona urbane. Dhe zonat rurale nuk kanë qenë të përfshirë në mënyrën se si institucionet ndërvepronin në territor. Dhe patjetër që banorët në fshatra të ndryshëm i kanë menaxhuar mbetjet
sipas mënyrës tyre. I kanë djeg në pjesë e madhe. Një pjesë është hedhja në për kanale. Po prandaj ndodh fenomeni që kur ne kemi shira dhe kemi përmbytje, atë fenomeni që ne shohim në pjesën fundore ku ty të mblidhen gjithë papastërtit, duhet kuptosh që ato vinden nga proji më i largët. Sepse ato të gjitha zbresin kur uji fillon i merr përpara. Se ti mbas ato janë hedhur atje në një vend, s'ka shi, ngelin atje e mblidhen ato. Të kundërshtoj vetëm me një gjë. Jam shumë dakord për këtë që ju thoni. Çështja është që komuna, bashkia, këta individa apo këto subjekte, se ka dhe subjekte që i hedhin. Po do dalë, se është komplekse gjë. Duhet i gjobisin. Dhe duhet të zbatojnë pjesën e ndërshkimit, po dhe të edukimit. Sepse unë kam kollaj në anën ku jam, se jam shoqëri civile, jam media. Te ilustrim që të bëra nuk po i shfaqsoja bashkit. Jo. Po bëja të kundërt, vetëm gjë. Qasja jon ka qenë e fokusuar gjithmonë në zonat urbane. Do pastrimi në tërësi ka qenë një shërbim që ti e mendoja tu kishe godina, pallate, dënci popullsie, dhe ti shikoj një shtëpi atje në fund, okay, nuk ka ai le ti hedhi. Kjo duhet të ndryshojë dhe kjo nën kupton që edhe shumë kosto, sepse do ta çosh shërbimin atje. Dhe bashkitë kanë filluar që ta zgjerojnë, le të themi, mbulimin e territorit. Nga zonat urbane po e shtrin tashmë në gjithë territorin. Kuptohet që nuk është atje ku duhet të jetë. Kuptohet që ajo që u përmendet, përgjegjësia e qytetarëve nuk është atje ku duhet të jetë. Sepse ky është problem vetë, sepse bashkitë asin problemet në zona urbane, ti shkon e pastron sot, tani, dhe ty pas një gjysmë ore. Edukimi i qytetarëve është patjetër hallkë e vështirë. Dhe kur flasim për zgjidhjen e këtij problemi, flasim për një mori masa që duhen marrë dhe edukimi i qytetarit absolutisht është një ndër to. Një ndër to është investimet, penalitetet është një masë tjetër që duhet marrë në konsiderat. Fuqizimi i kapaciteteve lokale dhe financimi. Pra nëse do e hedhi aty duhet ta hedhi diku tjetër, pra financimi në nivel lëndur patjetër është i rëndësishëm. Kostoja që duhet mbulojë qytetari duhet diskutuar po ashtu, sepse është e rëndësishme edhe kjo, sepse ne kemi edhe një fenomen tjetër në Shqipëri, që ne kërkojmë shërbime, por nuk kemi të gatshëm të paguajmë për shërbimet. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Dhe kjo vjen duke, që të jemi sinqertë, dhe kjo vjen përsëri është bare bashkive, se bashkive duhet të krijojnë besim te qytetari, që qytetarit i të ndërgjegjshëm që për atë që paguan e di shumë mirë që e merr shërbimin mbrapsht. Dhe kjo është veza pune apo pula veza, po diku duhet fillojë. Sepse ne themi dhe bashkia, po bashkia patjetër shërbime vendore i merr nga taksat që merr në nivel lokal. Është një sfidë e shoqërisë shqiptare ku bashkitë kanë barën më të madhe, ku qeveria duhet të luajë një rol edhe më të madh, por është një sfidë që i përket gjithë. Dhe unë besoj që sidomos kur flasim për ndërgjegjësimin, besoj fort që është një ndër elementet, të cilët duhet ta marrim në konsiderat dhe duhet ta kuptojmë që si shqiptar ta ndalim këtë histori, që pos na pa njeri nuk do të thotë që ti mund ta bësh atë çfarë mund të bësh. Besimi vjen edhe duke ushqyer, e thash pra, domethënë bashkia e përmendat e bashkia por edhe një herë ndërgjegjësimi do të jetë çik proces që varet çik nga ndërgjegjja personale, se tani nuk do vi kryetari i bashkisë të kapi një njeri në majtë të bjeshme që se është pa mundur për ta bërë, se ti thua tani tani gjoba unë e kuptoj që kur ti e fakton duhet ta vendosësh, por nuk ka policë ndaj që i ke kudo. Jo, po të jap një shembull shumë dhe jam shumë e sinqertë. Te rrugisa e shtëpisë time ne kemi tregun e fshatarëve. Edhe ty të kalon policia bashkia ke për ditë. Unë akoma nuk shikoj, unë kaloj për ditë. Tregun e frutaperimeve. Po. Unë kaloj për ditë aty dhe aty ka makina të parkuara kur i do dhe si do qefi dyshe. Ambienti ku ata shesin, edhe pse duhet kishte treg hapësirë aty, nuk është bërë. Kalon për ditë, unë policinë bashkiake e shoh 2 herë në ditë. Që do të thotë funksioni që ai duhet bëjë nuk e bën. Ty të hidhen plerat ose mbetjet nga njerëz të ndryshëm ku duan dhe si duan ata. Dhe po ti flasësh unë si qytetare ose hiq makinën ose mos e hidh plerën, unë kaloj në atakim fizik ose të dhunshëm. Që do të thotë nëse ai qytetari mësohet që kjo gjëja nuk bëhet se do të marri policia ose do marrësh gjop, unë s'kam se zien fare. Janë disa fenomene që kërkojnë kohën e tyre dhe ky është dhe, si më thën, bara që ka shoqëria shqiptare ose bara që ka kjo gjenerat apo një gjenerat më e vogël, që duhet ta kalojmë së bashku, por kuptohet, nëse ne jemi më të ndërgjegjësuar, kuptohet nëse institucionet bëjnë një rol shumë aktiv, qoftë jo vetëm ndërgjegjësim, por patjetër për të bërë dhe gjithë ato detyrimet e tjera që ti plotësojnë.
Kuptohet që ky proces bëhet më i shpejt, por duhet ta kuptojmë, ne kemi shumë punë si shoqëri. Për shumë prej fenomeneve që hasim, sepse edhe shoqëria nuk duhet të përdorë institucionet publike si një scapegoat. Në këtë sistem që kemi zgjedhur, jo, është e rëndësishme kjo. Përgjegjësia personale, shumë e rëndësishme. Dhe që ti të jesh antar i një komuniteti, duhet luash rolin tënd si antar i komunitetit. Kur ti je në një shkallë dhe banorët nuk bien dakord për mi mbajt shkallën, nuk e ka fajin bashkia. Ajo është pronë e përbashkët, e ka fajin njerëzit që nuk gjejnë gjuhën e përbashkët. Por ne kemi humbur pak. Jo, kjo ka humbur shumë, njerëzit janë kthyer individualist dhe shohin deri te pragu i derës, prandaj dhe sfida është më e madhe. Eksakt, pra, dhe prandaj unë them që kjo është një sfidë që i përket shoqërisë, institucionet duhet të jenë gati, duhet bëjnë dhe më shumë për shkak se sfida është dhe më e madhe, por nuk mund ta përjashtojmë këtu rolin që duhet luajë shoqëria. Patjetër. Jemi gjithë në një varg. Po ju keni përgjegjësi më të madhe se ne. Edhe njëherë. Se prandaj keni veshur atë çake. Mos ma kesh institucioneve qendrore moment që tani përgjegjësia është e qytetarëve por dhe qytetarët kanë janë pjesë patjetër e ndryshimit dhe siç janë pjesë e problemit janë dhe pjesë e zgjidhjes. Një gjë tjetër që mua vazhdon këtu nuk e di sa vite më bën përshtypje dhe po të shikosh turistët e huaj fotografojnë janë ato merimangat me tela që gjenden në çdo cep në çdo cep pallati dhe që kryesisht qeshin edhe bëjnë humor se nuk arrin ta kuptojnë çfarë është. Dhe po të shohësh lagje të tëra ata kanë ndryshuar, ky brezi nuk e kupton. Po tani kështu ndodh kjo gjë me Jo, gjenerata. çështja është kur do ndryshoj se kur ti flet për krenari, në fakt është një nga elementet që ti kur të pyesin çfarë janë këto dhe duhet t'i shpjegosh çfarë janë. Dhe nuk e kuptojnë. Merimanga i quajnë ato. Ajo e merimangave është një sfidë aq e madhe që këtu prap ti bashkia vet nuk i jep dot zgjidhje sepse ti pjesë merimangave për shembull ti ke kabuj që janë të OSHE-s, furnizimi me energji elektrike. Patjetër. Pjesë të merimangave ke edhe ca shërbime të cilat në moment që ti nuk ke infrastrukturën toksore, ti nuk e privon dot qytetarin që ta marrë internetin. Se tani do japësh një përgjigje le themi kërkesave të kohës që kanë familjet. Kjo kërkon një qasje shumë komplekse edhe nivel vendor, sidomos tu flasim se duhet parashikohet. Të do dilja, sidomos ku flasim për investimet e reja që ndodhin në territor, detyrimisht po unë besoj që të paktën një pjesë e mirë e bashkive bën këtë gjën. Ne kemi bërë Bashkinë Berat, edhe kur ne nuk e kemi fut linjën akoma, ne sa herë që kemi bërë investime në rrugë, patjetër kemi lënë gjithë logjistikën në toksore që në një moment do fillojë të vi do të përdoret. Por këtu bashkit absolutisht ka një rol shumë të rëndësishëm, si dhe është gjitha infrastrukturë lokale. Paketa e maleve është një tjetër reform apo një tjetër nismë e rëndësishme që synon rivitalizimin, patjetër lidhur me bashkitë edhe me reformën territoriale. Pse është e rëndësishme paketa e maleve? Ose çfarë pritet t'i japi të ngrej për ekonominë, po edhe për zhvillimin. Paketi e maleve është një instrument i jashtëzakonshëm për sa i përket zhvillimit të zonave të cilat gjykohen nga vetë bashkitë si zona të cilët kanë potencial dhe prandaj quhen zona prioritare. Ku ne kemi dy kategori investitorësh potencial, nëse mund t'i përkufizojmë kështu. Kemi ata banorë të cilët e kanë përdorur një pronë për më shumë se 10 vjet, e gëzojnë atë pronën, i kanë mbjell, kanë marrë të mira nga ajo pronë e tjerë me radhë. Po kemi dhe ato rastet kur dihet që në territor një pronë e caktuar i përket një familje apo një fisi të caktuar prej gjeneratash dhe ka konsensus komunitet që tek ajo pronë nuk futemi dhe këtë e ke prezent në territor. Por në të dy këto raste asnjëri prej tyre nuk mund të investojnë në atë pronë. Sepse patjetër që një ndër dokumenta që duhet për marrë leje ndërtimi është certifikata pronësisë. Dhe shpeshherë kur ne kemi mungesë kontrolli në territor, është edhe dëshira për të zhvilluar diçka në pronën që ti ke, po për shkak se ti mbase nuk merr dot një leje ndërtimi, bën një ndërtim pa leje, që është absolutisht dënueshëm. Tani për ta zgjidhur këtë problem dhe për t'i dhënë zhvillim këtyre zonave, paketi e maleve hap një dritare ku në momentin që ti faktohesh nga bashkia, pasi bashkia ka shpallur zonë prioritare dhe momentin që dikush që mund të aplikojë është brenda këtij territori në zonë prioritare, nëpërmjet paketës maleve, ata mund të aplikojnë për leje ndërtimi për të krijuar një sipërmarrje të re që ka të bëjë me një agroturizëm, me një njësi akomoduese, me shërbime të tjera të cilët i ofrohen sektorit turizmit apo bujqësisë.
dhe bashkia bën të gjitha verifikimet në territor, bën shpalljet publike 45 ditë për çdo kërkesë që vjen. Dhe nëse dikush ankohet për atë kërkesë, procesi pezullohet, sepse ky nuk do të jetë një proces që ne të krijojmë konflikte në territor, por kjo është një proces që ne ta përdorim si incentiv për t'i motivuar njerëzit për t'i investuar në territor. Dhe sidomos në zona të cilat janë të thella dhe aq më tepër kur ai zhvillim ekonomik vjen atje është shumë pozitiv. Por jo vetëm zonat të thella, se ne perceptojmë nuk do të jetë detyrimisht në fshatin më të humbur. Bashkia e ndan vetë se si e shef zhvillimin ekonomik në territor. Dhe në këtë kontekst, unë besoj që paketi maleve është një nismë e jashtëzakonshme, është një instrument që kryetarët e bashkive nuk e kanë pasur. Dhe tashmë e kanë totalisht në dorë që të ndjekin këtë proces, sepse momentin që dikush aplikon, bëhen verifikimet në bashki, bëhen verifikimet në territor, bëhet shpallja publike, merret vendimi i Këshillit Bashkiak, të gjitha këto janë procese që ndodhin në bashki. Dhe në pas, personi në momentin që merr vendimin e Këshillit Bashkiak, fillon bën procedurat aplikim për leje ndërtimi etj. Dhe 500 aplikuesit e parë kanë një paket subvencione fiskale, ndihmë fiskale të jashtëzakonshme, sepse përjashtohet që nga taksa e infrastrukturës kur merr lejen e ndërtimit, përjashtohet nga tatim fitimi për 10 vjet etj. Që është një paket shumë ndihmuese për çdo biznes. Dhe unë prandaj them që ky do të jetë një sukses i jashtëzakonshëm. Qartësi tashmë po kuptohet në territor. Nga kërkesat që ju kanë ardhur deri tani, kryesisht për çfarë është, domethënë në çfarë zonash dhe nëse do ta sillnin thjesht, çfarë pritet domethënë të ngrihen 3-4 vite të ardhshme në pjesën e territorit. Si ne e shohim dhe çfarë kuptojmë tani në territor. E para, ne kemi bashki sot të cilat kanë kaluar fazën e përcaktimit të zonave prioritare nga veriu në jug. Kemi bashkinë veri si Shkodër, Kukës, Vaudejës etj. Kemi bashki në Shqipërinë e Mesme Elbasan, Belsh etj. Kemi bashkinë jug përmet Skrapare etj. Territori në tërësi tashmë po plotësohet, kemi Shijakun etj. Pra ka nga gjithë vendet. Po. Territori tashmë ne kemi janë rreth 20 bashki që kanë përcaktuar zonave prioritare. Dhe këto 20 bashki ka filluar procesi i aplikimit zyrtar. Targeti jonë është që për 2026-ën, tani do kem kujdes ose do kem shifra edhe do. Po se do ta them kështu. Është e vërtetë ose pa vërtetë, do luajmë me këtë. 27-ës edhe do ngresh dankin me veshët e ulur. Po më inshallah është e vërtetë. Kjo vërtetë është me veshët të lartë, e kuptova. Kështu që ti përpiqet të jetë e vërtetë se çon të ulta. Mund të bëj në një ndryshim kështu, në një ndryshim estetike ti mbaj veshët. Një po një, kemi atë gjysmë me vërtet. E kuptova. Dhe unë besoj fort që ne për 26-ën do kemi 1000 aplikim në territor, në gjithë territorin. Do kemi të mbuluar pothuajse të 61 bashkit, do kenë zonat prioritare. Ne jemi duke ecur pothuajse javë pas jave miratojmë zonat prioritare të bashkive me fluksin që unë shoh. Ne kemi rreth gati 50 bashki që rreth 20 e kanë marrë miratimin, janë 30 të tjera që janë në proces të plotësimit dokumentacion. Në 5 vitet e ardhshme, po themi nëse i qëndrojmë këtyre 1000 aplikimeve. Çfarë ndryshimi do ketë, qoftë në hapjen e llojit të bizneseve, në ekonomi, në këtë kuptim e kam. Pra çfarë pritet të sjell vendit? Kur ne flasim në planin ekonomik. Planin ekonomik, kur flasim për 1000 subjekte aplikime që dalin suksesshëm në momentin që ta fillojnë investojnë. Flasim për 10 milion euro investime direkte në territor, që do të thotë më shumë punësim, që do të thotë shërbime në zona ku mbase nuk ka pas përpara, që do të thotë më shumë zgjedhje për turistët, por patjetër edhe për vendasit, edhe për banorët në territor, që do të thotë patjetër më shumë ekonomi, jo thjesht lokale, por patjetër edhe duke plotësuar le të themi zhvillim ekonomik në nivel vendi. Më beso mua që një subjekt në një zonë caktuar, dhe unë kam pasur fatin që në Berat, për shembull, Berati ka ecur në mënyrë të jashtëzakonshme me agroturizmin e bujtinat e tjerë. Po nëse unë të marr një agroturizëm Berati për shembull në zonën e Roshnikut, kur është hapur para diku të 6 vitesh, 5-6 vitesh, ka bërë ndryshimin radikal të një mori fshatrash në atë zonë. Filloi tashmë janë disa
biznese, bujtina, agroturizme që funksionojnë atë zonë. Pra impakti është por që madh. i gjithë cikli është i jashtëzakonshëm se i gjithë cikli në një zonë caktuar, që nga bujqësia, që të gjithë produktet ty të konsumohen në aty. Po bën sens, e para ka tregun e siguruar, kanë tregun e siguruar, kanë cilësinë e siguruar, lokal nuk ikën nga një cep cepin tjetër ka gjitha qëndron, po. Dhe i gjitha ekosistemat e ndryshon në mënyrë radikale. Më beso për këtë. Shumë faleminderit. Është shumë kënaqësi që ishe sot me ne e para dhe e dyta edhe që bëm inaugurimin e studios së Faktojes, që besoj se e ndjek. Shumë faleminderit, patjetër që e ndjek. Kaq më tepër që më mbuloni një pjesë edhe të autoriteteve lokale, keni shumë nisma që fokusoheni në nivel vendor dhe patjetër ajo na ndihmon dhe ne shpeshherë për të kuptuar atë çfarë ndodh territor, por unë do doja përzemërsisht ju uroja suksese dhe patjetër misioni juaj është një mision shumë i rëndësishëm që ndihmon institucionet në nivel lokal që të rrisi nivelin e transparencës, por patjetër të jenë edhe më të drejtë për drejtë me qytetarët për ato çfarë janë sfidat që ne hasim territor dhe patjetër ato çfarë mund të bëjë bashkia me ato mundësi apo kapacitete që ka. Shumë faleminderit për kohën dhe shumë faleminderit që erdhe. Kënaqësi.